Puka ishte destinacioni rrallës në të cilën kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim Ilir Meta prezantoi në një pritje madhështore njërë nga kandidatet për deputetet kësaj partie, doktoreshen Sajmir Alaçi. Ai shoqëroi në këtë takim nga ish-ministri i jashtëm Edmond Panariti, sekretari politik dhe kandidati për deputet, që kryeson listën për qarkun e Shkodrës Agron Çela, drejtues të LSI-s Shkodër Puk e tjerë. Në fjalën e tij para mbështetësve dhe simpatizantëve të LSI-s, Meta komentoi edhe veprimin e fundit mbi KQZ-n, që e cilësoi një vendim absurd. Rasti më i fundit i kryeministrit Sali Berisha me KQZ-n tregon se vendi ka nevojë për një ekuilibër të ri politik, shtoi Meta. Jam këtu me profesor Edmond Panaritin, antar i kryesisë të LSI-s dhe ish-ministër i jashtëm. Jam këtu me sekretarin e LSI-s qarkut Shkodrës, presidentin e vllaznisë zotin Agron Çela, i cili do t'jap kontributin e tij pas 23 qershorit për t'i dhënë një hovë të ri edhe sportit të futbollit këtu në qytetin e Pukës. Lëvizja Socialiste për Integrim është forcë e të ardhmes. LSI është forcë e të ardhmes. Është e njerëzve që guxojnë emër të saj. E tillë ka qenë që nga krijimi akoma më shumë është sot, dhe të gjithë çdo ditë më shumë po i japin të drejtë edhe vendimit ton më të fundit për të ndërtuar një koalicion të ri i cili do t'i jap një frymarrje të re edhe Pukës dhe gjithë Shqipërisë. Lëvizja Socialiste për Integrim ka qenë dhe mbetet një forcë angazhuar për stabilitetin e vendit dhe për të përshpejtuar procesin e integrimit evropian. Duhet të ndajemi njëre mirë me idet që vinë nga e kaluara se Shqipëria është vendi më i lullëzuar në botë dhe se gjithë bota duhet marrë shembull Shqipërinë. Shqipëria është një vend që ka ecur në rrugën e progresit, por është një vend që ka probleme shumë të mëdha ekonomike dhe sociale. Jo vetëm kaq, por është një vend i cili po sfidohet në mënyrë tërësisht primitive dhe destruktive edhe në ato standarde të demokracisë që ishin arritur deri tani. Rasti më i fundit i dhunimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në kundërshtim me Kushtetutën, në kundërshtim me Kodin Zgjedhor, në kundërshtim me ligjin, në kundërshtim me perëndimin, nuk është gjë tjetër veçse tregues i qartë i një pseudo maggioranze jo legjitime që po perëndon me fytyrën dhe mendjen nga lindja. Rasti më i fundit i sjelljes së Berishës me Kushtetutën, me Kodin, me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve veçse përforcon të gjitha argumentat tona se vendi ka nevojë për një ekuilibër të ri politik, se vendi e ka të pamundur të ecë më shpejt përmes një qendre të vetme politike që kontrollon të gjitha institucionet në një shtet demokratik ku ato duhet të jenë të pavarura. Kreu i LSI-s edhe njëherë nga Puka u ka premtuar të gjithë të larguarve nga puna, rikthim në vendet e tyre të punës pas zgjedhjeve të 23 qershorit me fitoren e së-majtës shqiptare. Ata që po hiqen nga puna për hakmarrje politike të mos shqetësohen, do lodhen 2 muaj për 8 vjet. Nuk ka asnjë problem, asnjë shqetësim, por këtu nuk është problemi për LSI-n, për antarët e simpatizantë e saj, sepse po të ishte për ata, Edmond Panariti do ishte sot ministër i jashtëm, Sajmira do ishte drejtoresh, këtu bëhet fjala për gjithë Pukën, për gjithë Shqipërinë.
suksese dhe fitore. Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë në total 200.000 vota më shumë se e djathta, tha ish-ministri i jashtëm Edmond Panariti. Bashkimi i Lëvizjes Socialiste për Integrim me koalicionin e Majt e bën që në këtë moment e Majta e bashkuar të jetë 200.000 vota përpara së djathtës. Dhe ta bëj fitoren në datën 23 qershor të sigurt, të pa diskutueshme, një fitore e cila do të projektojë një qeverisje vizionare, energjike, që do ta çojë vendin drejt integrimit të plot në Bashkimin Evropian. I bindur në fitoren e 23 qershorit, pasi u shpërndau disa të rinjve karta të antarësimit në Lëvizjen Socialiste për Integrim, Meta u premtoi në fund banorëve të rrethit të Pukës se realiteti në këtë zonë dhe në të gjithë Shqipërinë do të ndryshojë pas 24 qershorit. Ne i qëndruam me korrektes maksimale marrëveshjes që bëm me Partinë Demokratike. Por natyrisht se çdo marrëveshje ka kohën e saj dhe në momentin që koha e kësaj marrëveshje përfundoi, ne u ndam si qytetar me Sali Berishën dhe me Partinë Demokratike. Pavarësisht se ai e ka të vështirë të ndahet në këtë mënyrë.